Afrodita, kur flem gjumë ne, a mund të udhëtoj shpirti në dimensione tjera? Në dimensione tjera, do më thënë në botën astrale, udhëton? Po, në botën astrale, po ku shkon shpirti? Dhe në botën astrale shkon shpirti, dhe trupi është në gjumë dhe kthehet pastaj kur zgjohet. Po vjen, është e lidhur nëpërmjet shtyllës kurrizore? Jo, nëpërmjet si një kërthizës astrale. Shpirti është i lidhur me trupin, me kërthizë, ashtu siç jemi të lidhur me kërthizën me nënën tonë në mitër, kur jemi në bebe, kur jemi brenda. Po. Edhe trupi gjithashtu është i lidhur me shpirtin, me këtë kërthizën. Po. Dhe kur zgjohemi, domethënë vjen bet. Prandaj kur vdes njeriu dhe zëm, kur ndron atëherë kjo kërthiza kaputet. Dhe udhton domethënë. Jo, del shpirti, mbaron me këtë trup dhe jepet një trup tjetër në bazë të karmave që ka. Po, faleminderit.